I nderuar lider i opozitës, profesor Dr. Sali Berisha. Them drejtën, nuk e kisha menduar ndonjëherë se do duhej të dilja në protestë për mbylljen e një rrjeti social. Nuk e kisha menduar se një qeveri mund të arrinte deri këtu, të shpallte një aplikacion si armikun më të madh të kombit, sikur të ishin algoritmet ato që po shkatrojnë vendin, dhe jo korrupsioni që rrjedh nga majat e qeverisë, dhe jo paftësia që ka futur vendin në krizë, krimi që është ulur këmbëkryq në institucione, apo shpopullimi që po i shtëron Shqipërisë të ardhmen. Por sot e kuptoj pse jemi këtu. Nuk është vetëm për TikTokun, nuk është për një platformë, është për fjalën e lirë, është për të vërtetën, është për të rinj që nuk mund t'i ndaloni, nuk mund t'i blini dhe nuk mund t'i mbyllni në kornizat e propagandës suaj. Ju mund të censuroni një aplikacion, por nuk mund të censuroni një brez të tërë që kërkon të flasë dhe të informohet lirshëm. Zoti Rama, problemi këtij vendi nuk është TikToku, problemi janë xhepat tuaj dhe të ministrave tuaj që nuk mbushen kurrë. Problem është krimi që ka marrë peng qytetet tona. Problemi është mira të rinj që largohen çdo ditë, sepse e dinë që këtu nuk kanë të ardhme. Problemi është një ekonomi që mbahet me fasada dhe tendera klientelistë. Problemi është një sistem arsimor që nuk u jep dije të rinjve, por u shkurton mundësitë. Problemi është një qeveri që në vend të jap llogari kërkon të mbyll çdo dritare ku qytetarët shkëmbejnë informacione dhe ku ekspozohen të vërtetat që pushteti do të fsheh. Po pse tani? Pse në prag të zgjedhjeve ka vetëm një përgjigje? Sepse ju trembeni, sepse e dini që nuk mund të kontrolloni mendjet e lira. Sepse e dini që propaganda nuk funksionon aty ku ka diskutim të hapur, aty ku njerëzit shkëmbejnë ide, aty ku denoncohen skandalet tuaja dhe shpërndahen informacionet që mediat tuaja i mbajnë të fshehura. Po, në TikTok ka gjithçka, ka edhe absurditet, edhe argëtim, edhe një hapësirë ku informacioni rrjedh lirshëm, por si në çdo platformë tjetër. Doni të ndaloni TikTokun? Mirë, po pse jo dhe Instagramin? Pse jo dhe Facebookun? Pse jo dhe Snapchatin? Sepse nuk është çështje sigurie, është çështje kontrolli. Ju nuk doni të ndaloni videot e dhunshme, ju doni të ndaloni videot që tregojnë skandalet tuaja. Doni të mbroni të rinj nga rreziqet? Filloni duke shtuar sigurit në shkolla, duke ndaluar drogën që shpërndahet hapur në rrugët tona. Filloni duke dhënë mundësi punësimi e arsimimi, jo duke na mbyllur brenda një realiteti që e vizatoni ju. Zoti Rama, TikTokun e ndalove, por ne nuk na ndalon dot, sepse ne jemi këtu, në rrugë, në sheshe, në çdo qytet të Shqipërisë. Dhe nuk mund të na çaktivizoni me një vendim qeverie. Ne nuk jemi gjenerata që hesht, ne nuk jemi gjenerata që nënshtrohet. Ne jemi ata që do të kërkojnë të vërtetën, që do ta mbrojnë fjalën e lirë, që nuk do të lejojmë asnjë qeveri të na izolojë e të na trajtojë si vegla të propagandës. Prandaj sot, të gjithë së bashku, le të bëjmë të dëgjohet zëri ynë. Jo vetëm për një aplikacion, po për lirin ton, për të ardhmen ton, për një Shqipëri ku e vërteta nuk mbyllet me një firmë në zyrat e pushtetit. Rama, të ftoj të mbyllësh propagandën, jo fjalën e lirë. TikTokun e ndalove, por ne nuk na ndal dot. Faleminderit. Faleminderit.